Në qoftë se dikush që na dëgjon gjatë këtij podcasti dëshiron që të arrisë në mënyrë sa më natyrale nivelin e tij të testosteronit, cila është gjëja e parë që do duhet të rregullonte? Stili i jetesës është deciziv, sepse siç e përmendëm parë krahasimi midis viteve përpara dhe sot, stili i jetesës ka një ndikim shumë thelbësor në mbajtjen e vlerave të testosteronit në kushte normale. Gjumi është mërësisht i rëndësishëm. Nëse ne nuk flejmë gjumë 8 orë minimumi, niveli i testosteronit nuk do jetë ai që duhet. Sepse nëse shtym për te orës 9, për te orës 10 apo dhe më shumë ardhen e gjumit, do prishet balanca e nivelit të melatoninës. Një melatonin e ulët shoqërohet me një rënje të niveleve të testosteronit. Por nëse ti e shtyn këtë gjumë, qoftë nëse je në punë natën, punon turne të treta shpesh etj, apo dhe e shtyn gjumin duke mbajtur celularin në dorë edhe duke punuar natën dhe je përpara ekranit, ti prish kualitetin e gjumit. Një ushqyerje jo e balancuar mirë, një dietë jo proteinike. Ushqimet ne sot i gjejmë të amballazhuara në materiale plastike. Ujin e kemi në materiale plastike. Plastika ne na rrethon kudo. Mirë po, përbërës të plastikës janë edhe dy produkte që quhen si shqetësues të sistemit endokrin, që janë bisfenol A dhe ftalatet. Duke qenë se ne jemi të rrethuar nga gjithë këto plastika, materiale plastike, edhe përqendrimi i këtyre dy produkteve shumë i lartë dhe ne e marrim nga do. Jemi të bombarduar nga këto dy lloj produktesh. Mirë po këto ç'bëjnë? Këto shërbejnë si konkurrues të fortë në receptorët e qelizave, e bllokojnë testosteronin dhe sillen si anti-androgenik, duke dëmtuar edhe sintezën, po edhe funksionin e tij në organizmin e njeriut dhe përpasoj bien. Dhe duke evidentuar gjithë këtë gjë dhe duke ushqyer në mënyrë sa më të shëndetshme, ne mbajmë nivelet e testosteronit më të larta. Kalitja e trupit, marrja me aktivitet fizik, stimulimi i grupeve të ndryshme të muskujve, çon në rritje të niveleve të testosteronit.